Tërmet në showbiz Ledion Liço pa unaz, Lori dhe Sara Hoxha nisin operacionin e shpëtimit të imazhit. Nata e parë e Big Brother VIP Albania 5 ishte parashikuar të ishte festa e madhe e rikthimit të Ledion Liços në ekranin e Top Channel, por për sytë mpreh të miliona ndjekësve. Vëmendja nuk mbeti te banorët, por te gishti i zhveshur i moderatori. Detaji që po bën xhiron e rrjetit ka ngritur një pikpyetje të madhe. Ku ka humbur unaza e martesës së Ledionit? Prej muajsh thashë themet për një ftoje mes Ledion Liços dhe bashkëshortes së tij, Sara Hoxha, kanë qarkulluar nëpër korridoret e showbizit. Megjithse çifti është përpjekur të qëndrojë diskret, mbrëmja e djeshme ishte shkëndija që i dha zjarrit të aludimeve. Ledioni u shfaq më në formë se kurrë, por mungesa e simbolit të besnikërisë në dorën e tij të majt u interpretua si një konfirmim i heshtur i krizës që përflitet. Pse një moderator aq i kujdesshëm për imazhin do të harronte pikërisht unazën në natën më të rëndësishme të vitit? Kur rrjetet sociale shpërthyen në teori konspirative, lëvizja erdhi nga truri i Top Medias, Lori Hoxha, kunata e Ledionit dhe drejtuesja e televizionit, publikoi me shpejtësi një foto të moderatorit në Instagram. Ky postim, i shoqëruar me një emojë mbështetës, u pa nga shumë kush si një ndërhyrje emergjente e public relations për të shuar zhurmën. Lori tentoi të tregonte se familja është e bashkuar, por për skeptikët, kjo lëvizje ishte thjesht një përpjekje për të pastruar skandalin para se të dëmtonte imazhin e produksionit. As Sara nuk qëndroi pas. Përmes një rishpërndaje të postimeve të motrës së saj, ajo u rreshtua në krah të bashkëshortit, duke u përpjekur të injorojë totalisht pyetjen që po bënin të gjithë: ku e ka unazën Ledion? Megjithatë, mungesa e një fotoje të përbashkët të çiftit në prapasken vetëm sa ka shtuar dyshimet se marrëdhënia e tyre po kalon nëpër momente delikate, dhe se këto postime janë thjesht një fasadë diplomatike.